Çmimi i dyshimit, nga Mario Rogero te misteri i Re Cecconi. Korrik 2026. Lajmi sapo është përhapur në të gjitha transmetimet televizive, duke nxitur debatin publik dhe duke ndarë Italinë në dysh. Gjykata e Kasacionit ka dhënë vendimin përfundimtar për një nga çështjet penale më të diskutueshme të viteve të fundit. Mario Rogero, argjendari nga Grinzane Cavour, është dënuar përfundimisht me 14 vjet e 9 muaj burg për vrasjen e dy fish të grabitësve që kishin sulmuar dyqanin e tij. Nuk pati ulje dënimi dhe as hezitim mes gjykatësve. Burri ndoqi dhe qelloi kriminalët ndërsa ata po largoheshin, duke shndërruar reagimin e tij në një ekzekutim. Në këtë moment, ndërsa urdhri i burgosjes pret ekzekutimin, opinioni publik mbetet thellësisht i ndarë. Historia e Rogeros ringjan një debat që nuk u shua kur plotësisht. Atë që përqendrohet te vetëdrejtësia, te frika e vazhdueshme që ndjen ata që punojnë në kontakte të drejtpërdrejta me publikun dhe te vija shpesh e padukshme midis vetëmbrojtjes dhe hakmarrjes. Por, çfarë do të thoshim nëse do t'ju tregonim se kjo obsesion italian, ai përzierje shpërthyese e tmerrit ndaj grabitjeve dhe prirjes për të shkrepur armën tepër lehtë, i ka rënjët e thella? Për të kuptuar të tashmen, duhet të kthehemi pas në kohë. Duke lënë mënjan vendimet e diskutueshme të ditëve të fundit, udhëtojmë drejt Romës më 18 janar 1977. Ishte një natë e ftohtë në mes të viteve të plumbit të dhunshme. Nata kur futbolli italian humbi një nga yjet e tij më të ndritshëm dhe më të pastër, në një mënyrë aq absurde sa dukej si një makt. Kjo është historia e Luciano Re Cecconi, Engjëllit Bjond. Rom, Tollina Fleming nëpërmjet Francesco Saverio Nitti 68. Sot është ora 7:30 pasdite. Më 18 janar 1977. Re Cecconi nuk donte të më tregonte mua dhe mësuesit të tij Pietro Gjedin, i cili nuk më pëlqente, profesorin profesionist Giorgio Fraticioli. Ata po e shoqërojnë këtë të fundit në dyqanin e argjendarisë së Bruno Taboccinit për të marrë disa mostra parfumesh. Unë hyj në biznes. Në këtë moment, dinamika dhe ngjarjet vërtet faqe dhe bëhet një labirint specifik. Versione zyrtare tregojnë për një tragjedi, vajza e një çmendurie. Mbreti Cecconi, i njohur si një djalë i gëzuar dhe shakaxhi, do ta kishte simuluar një përpjekje grabitje si një shaka duke thënë: "Ndalojini të gjithë, kjo është një grabitje." Argjendari Bruno Taboccini, tashmë grabitur një vit më parë nga hajdut të vërtet dhe i lodhur nga psikoza e viteve të plumbit, nuk e njeh kampionin e Lazios. "Shihni, një të vërtet ju kërcënon." Për të sfiduar kalibrin dhe ti Alther 7.65 dhe është për një plumb të vetëm. As gjoks plot. Mbreti Cecconi bie në tokë. Ai do të vdes në spital në orën 20:04 duke djegur nga dhimbje gruaja dhe figura. Por rindërtimet e mëvonshme dhe hetimet gazetareske pohojnë një tezë alternative. Shakaja e supozuar mund të mos ketë ndodhur kurrë, ose në çdo rast duket se mbreti Cecconi dhe Gjedin u ngatëruan për grabitës të vërtet në një qytet. Nëse nuk dini histori, vdekja e kalciatorit është një incident tragjik. Një rrëzim i armëve të pavullnetshme të një biznesmeni të tmerruar dhe të nervozuar. Klima e tensionit të fortë të atyre viteve dhe ndikimi psikologjik i kategorisë së argjendarëve, një shënjestër e vazhdueshme e krimit të kohës, do të kishte pasur më vonë një ndikim negativ në gjykimin publik dhe ligjor. Fjalia që është argjendar. Gjyqi i Bruno Taboccini është një zhurmë. Nëse do pas 18 ditësh, ai ka vdekur. Argjendari vjen u shpalli pafajshëm për veprim të supozuar për vetëmbrojtje, ose për besimin e gabuar, por të justifikueshëm se ishte në rrezik të afërt për jetën. Duke nuk e di nëse duka do të më dëgjoj Franco Maronet ministër si prokuroria dhe Romës vendos të mos e paraqesë çështjen në apel, duke e përfunduar përfundimisht rastin. Por çfarë ndodhi me njeriun që tërhoqi këmbëzën? Bruno Taboccini ka një vit të ri në 2016 dhe është 82 vjeçar. Ai e ka parë tjetër të jetës së tij në Rom, duke mbajtur peshën e asaj note, Dodging Themedia dhe duke rimuar kujtesës kolektive një figurë thellësisht përçarse. Ligji dje dhe sot. The Common Thread Thatunits Bruno Taboccini i 1977 to Mario Rogero in 2026 ishte perception of freak dhe moda në të cilat shteti i përgjigjet kësaj. Sipas mbretit Cecconi, ligji për vetëmbrojtje është modifikuar disa herë, duke i dhënë fund reformës së vitit 2019, e cila u përpoq të vendoste prezumimin e legjitimitetit për ata që mbrojnë veten në hapësirat e tyre private ose tregtare. Megjithatë, drejtësia italiane vendos një kufi të pavlefshëm, proporcionale dhe qëndrimin dhe rrezikun. Jo në vitin 1977, jo kriminal në vitet e plumbit, Taboccini kishte mjaft ndjesinë e një kërcënimi të ishte qartë e padëmtuar. Sot, në vitin 2026, teknologjia e kamerave filmike dhe televizive që nuk i nështrohen ashpërsis ligjore nuk bën asnjë lëshim. Ata që gjirojnë për shitje ose kur rreziku ka mbaruar, si Rogero, janë si të dënuarit.
Luciano Rececconi prehet sot në varrezat e vendlindjes së tij Nerviano. Ai kishte jetuar për 28 vjet. Fati i tij është vetëm fakti që nisi një armë të vetme në dekadën më të varfër dhe më paranojake të historisë së fundit të Italisë. Një epokë në të cilën një dyshim mund të vlejë më shumë se një jetë njerëzore.